Mirë se vini dhe faleminderit për interesimin tuaj në produktet e AlphaSoft Solutions, përkatësisht në produktin e radhës burimet njerëzore dhe pagat. Në këtë seri të video trajnimeve do të mësojmë se çka është dhe si ta shfrytëzojmë programin burimet njerëzore dhe pagat për një punë më efektive brenda biznesit tuaj në menaxhimin e resurseve njerëzore. Çka është burimet njerëzore dhe pagat? Burimet njerëzore dhe pagat është program në gjuhën shqipe i cili mundëson menaxhimin e punëtorëve të kompanisë, pagat e tyre, pushimet, kontratat dhe prodhimin e raporteve lidhur me këto artikuj. Për më shumë në hollësi, burimet njerëzore dhe pagat ju mundëson konfigurimin e politikave të kompanisë, siç janë zërat e pagave, metodat e pagesave, kushtet e punësimit, numri i ditëve të pushimit e tjera. Gjithashtu ju mundëson konfigurimin e pagave në nivel të kompanisë dhe atë të punëtorit. Për shembull, nëse bonuset i përkasin një punëtori, ato nuk do të thotë që edhe tjetri punëtor duhet i ketë bonuse. Rrjedhjen e paras prej shumë akontave bankare të kompanisë në shumë akonta bankare të punëtorit. Pra, ky program ju mundëson që të mirëmbani shumë akonta bankare prej të cilave rrjedhin parat për pagesën e punëtorëve, si dhe mundëson bartjen e parave në shumë akonta të punëtorit. Gjithashtu mundëson mirëmbajtjen automatike të ditëve të pushimit, realizimin e kontratave të punëtorit në shabllone të ndryshme dhe të konfigurueshme. Pra, ekzistojnë kontrata të cilat janë të futura në sistem, po ashtu mund të shfrytëzoni edhe kontratat e juaja të cilat i keni përdorur deri tash, duke i integruar ato brenda sistemit. Gjithashtu në fund mund të realizoni edhe raporte interaktive, siç janë listat e pagesave, flet pagesat e tjera. Versioni i demonstrimit. Ky version të cilin e keni tashmë në dorë është version i kufizuar, i kufizuar në funksionalitet, nuk mund të azhunohet dhe është valid deri në 31 dhjetor të vitit 2012. Për ta instaluar këtë program, ju nevojiten të përmbushni disa parakushte. Duhet të keni sistemin operativ Windows XP 32 ose 64 bit ose diçka më të re. Duhet të keni lidhje të internetit, si dhe është e domosdoshme që të instaloni .NET Frameworkin dhe Crystal Reports 2010, të cilat janë të përfshira në këtë instalim. Gjithashtu ju rekomandohet të keni rezolucionin e ekranit së paku 1366 në 768 piksela për një pamje të plot të programit. Në trajnimin e ardhshëm, në video trajnimin e ardhshëm do të shohim se si të bëjmë instalimin e programit. Faleminderit që na ndoqët.